Fëmijëria ime ka qenë me vërtet jo e mirë. Nuk i kam ndjenë ngrohtësi kur me prindrit. Që unë kam qenë pafujse vetëm gjithë jetën. Është baba im, po të bëj të tilla intriga, baba im. Më mbes fare më di ç'ketin vëmur. Kur të vish tu tha, hajde rrje 2 javë tu të leza, sa të jesh i shpitha dhe i qiku halli. Më mbylli telefoni, më bëri blok dhe s'kam çfarë flas më. Përshëndetje miq dhe mirë se keni ardhur në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë këtu tek fotoja ime. Dhe ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do të jemi në Kallamata të Greqisë. Do hap dritaren për një 44 vjeçar, quhet Adiol Qose, i cili fatkeqësisht nga konfliktet e mëdha që ka pasur në familje, sot ka ngelur në mes të 4 rrugëve. Babai i ka shitur banesën dhe nuk pranon ta marrë në banesën ku jeton ai. Ndaj sot 44 vjeçari do rrëfej këtë konflikt që ka me babain, ka një mesazh për të, por fatkeqësisht ai do flasë edhe për jetën e tij, për marrëdhënien me vajzën dhe me gruan, që kohët e fundit nuk janë fort të mira. Nuk janë divorcuar ligjërisht, por janë të ndarë fizikisht. Por çfarë ka ndodhur me këtë 44 vjeçar? Ndoshta gabimet nuk arrin dot i gjej brenda vetes, apo një person naiv që ka rënë viktim, ndoshta edhe brenda gjakut të vet, nuk di ta them. Kështu që do hap dritaren dhe do dëgjojmë vet këtë 44 vjeçar. Adiol, përshëndetje. Përshëndetje, respekte nga ana ime, emisionet e tua shikoj gjithmonë. Të falenderoj. Tani, ne folëm të dy së bashku dhe unë nuk e kuptova problemi, po me sa kuptova pak sa folëm të dy pak minuta, ke një konflikt në familje. Po, e vërtet, ajo është. Por çka ka ndodhur? Unë kam rreth një vit e gjysmë që kam marrë në emigrim. Aktualisht ku jeton? Tani për momentin jam në Kallamata, kam qenë në Kret. Në Greqi. Në Greqi, po. Po, në Greqi. Edhe kam shitur shtëpitë e mia vjet, shtëpitë e pallatit, se unë dhe baba im kemi studio në Koloj Glushës. Baba ka dhe shtëpi të reja që i ka bërë në këtë gjatë kohës i kemi punuar, se ka qenë dhe kambist, dhe kameraman dhe unë dhe i. Kemi punuar dhe kemi bërë 5 lekë. E qartë. Shtëpitë e pallatit i kam pasur unë. Ka qenë shtëpitë e para që kemi pasur si familje dhe unë i kisha thënë që këto ti mbaj unë, jetoj tu. Dhe që thënë okej, dakor. Vjet më merr telefon. Babai. Vjet më merr telefon, në mos gaboj më ka qenë muaj shkurta, mars, diçka e tillë, vjet. Tu do të shësim shtëpitë e pallatit, se unë kam shtëpita sa të më i lagje tërë dha. Hajde rri me mua, se unë kam dhe i vlla tjetër në Firenze, në Itali, është fotograf dhe është fotograf i famshëm, njifë. Që është vërtetë në Evropë. Ka qenë edhe Top Channel dhe të thasë, po përmend emrin e televizionit. Po. Edhe ta geni ka krijuar jetën a me të rish me neva. Se dhe mua më duhet 5 lekë se du të operohem, se ka probleme nga prostata, njëra tjetër. I tham, oba, nuk duhet i qes ato shtëpi. Sa ty e kam kokën, kam ardhur ke i dhash, të bëj 5 lekë, ta di biznes, shikoj jetën time. E qartë. Do të më lesh të vdesur, tha, më duhet lekë për operacion, kishe probleme nga prostata, si qtash. Babai të kërkoj që t'i shisni ato shtëpi që ato paraj t'i përdorte për shëndetin e tij. Po. Po. Edhe i thash, okej, shiti beqatuash, ti më marrësh më qafi dhesh, s'kam qatë të me dhesh. Unë nuk duhet i qestash, unë kam marrë të i të regulloj edhe ti me dhesh. Se dhe unë që është e vërteta jam i ndarë. Jeni divorcuar? Nuk jam i divorcuar, për hirës vërtetës, se kam shpresuar që mund të bëhe njëri lidhje problemet e jetës. Keni fëmijë? E ke parasysh kur jem në herë shumë zemërgjerë, bie vetë vikim. Më vi ka keq, jeni bërë baba? Po, kam një vajzë 18 vjeçe, ta ke me jetë. Me jetë ta kesh, me jetë. Faleminderit. Adiol, atëre, babai ti kërkoi këto para dhe ti vendose që ta shisje shtëpinë, me sa po kuptoj. Vetë nuk do të bëj shisja. Shtëpia ishte në emër që është vërteta, por që kur unë jam martuar atëherë, që para se ndajsha, më thoshte biles që do t'i jetë në emër tënd. I thosha, ha mos e shërboja. Harxoj po lekë ndaj shtetit thosha. E kështu i thosha, shprehimish. Se kam kontribuar, unë kam punuar që 14 vjeç për atë shtëpi.
Ka punuar kameraman një tërë me daspa, se thash, baba im ka që e kam bizë, rria pas tije, një moja e beja, deri sa u martova, deri në moshën 21 vjeçare. Pastaj fillova që qa punuja në për dasma, më se thash kameraman, i merja për vetës e normale, u bëra familjar. E kuptoj, normal. Por dhe kohën e 97-ës, që ka që kam bizë, i kam detur në mbrapa tërë kohën, falë për shprejnë, se nuk jam për shprejnë, me kallashë, të tash, unë rrije e ruja. Në çdo pazar që i vetë me mblisë e valutën, u rria pas ti tërë kohën. Pa e menduar që mund të vrisim, mund të beni për me grapitin dhe i gjithë. Thjesht rria pas ma bajt e kaq, se kështu e mendoja unë atë kohë. Pra, ti ke kontribuar për atë shtëpi dhe çfarë ndodhi më pas, i dashur Radiol? Ka shumë ku e mendoj unë. Ai sot më thot, ta nisim aty ku e lam, se këto janë të kaluar para shtëpie. Më thot vjetë, ose më saktë, unë kam marrë në nëndor të 9 nëndor 2023, kam marrë Greqi. Po. Dhe më thot, mi lërë qeca dhe shpis mua, që do me vetëm të mu. Qeca dhe palatit, se kishim një shtëpi pallat, edhe kishim. Po i thashë, po që ti që dojë, dhe shumë. Pa e mi lërë mua, s'ke të i mirë me vete, thaj. Mua më dojë, që aty, sa më drejtën. Po da, gjithësësi, okej, hajtë, ja lash qelësat, ati që jam nisë për Greqi, i lash qelësat dhe ika. Më me telefon pas ja 2 muesh, flisim regullishu, e ke vrasy që o baja, qa bërë, qa s'bërë, njërën tjetër, flisim me më manë. Si raporti i një djali me babain? Po, edhe më thotë, o t'jorë t'i shesim ato shpite palatit të borë, se mua më duhe lekët për operacionet. Geni, vla im që është Itali, nuk ka mundësi dhe për momentin se ka blerë shtëpi Firenze dhe ka studio dhe njërën tjetër, nuk ka mundësi të një muj me lekët. E qartë. E do ba, unë nuk duhet ishe shpiti dhash, sepse unë aty e kam kokën, nuk kam marrë të jetë regullë jetë dhe shë. Unë dava nga Rovena quhet bashkëshortja ose ish bashkëshortja im, si do thëmë, se divorc nuk kemi bërë, për ishtë zbëtët. Nuk kam marrë të regullë jetën, nuk kam marrë i thash, që shpite njërë tjetër, se aty e kam kokën dhash, do punoj sa të mundem, sa të kemë fuqik të i dhash, të betes lek, e do të thejmë aty të punoj, do hapi biznesi dhash, me do lek që do bekte që të sheni dhe ju dhe unë, se keni tjetër, shullaj, ta zjetë drejtim tjetër. Po. Jo qaketi dhe unë kam shpita i sa të mba një lagje tërtu. Babai me kë jetonte? Vedhe me maman. Po, jetoni të 2 prindërit bashk, e qartë. Po, të 2 prindërit bashk. I thamë, qa thëmi dhe shumë, po më tha që më duhe lejtë për operacion, se jam keq. I tha sheti, ti më marrësh më qafë edhe, s'kam qa thëmë me edhe. Me idenë që du jetojnë bashkë. E qartë. Kjo ishe e gjitha. Para disa ditësh, plasë telefon, se unë dhe pimë dhe i birë, që është e vërteta, po nuk e se pikit, bëhem, më falë për shpërjen bastarë. Marazi për vedëm, jam vedëm, me s'katër rrugëve. Jam e shpime qera, punojnë Argap, Greqi, kuptoj e vetë. E migrimi e ke përësisht, i bjem shpur tjera. Nuk është fush me lule, e besoj këtë gjë. E vërtet, kjo është. E marrë telefon, unë e marrë telefon thjesht për të qmallur. Një pa e ka momente që mund tjetë gjumë, për shemë, dhe i duke se kur unë kam tjirë dhe po e bezdisë. Dhe më dhe djollë, o pive, më bezdisë fare, më e ti që ketin dhe mërë. Ku të vishë tu tha, hajtë rrje të javë, tu të leza, sa të gjesh i shpitha dhe i qiko halë. Që aty plasën të marrët e mija, dhe unë nuk jam mirë fare, kam gati 3 javë, me këta problem. Qa thej, dhe shumë shita shpita shumë, për të operuar ti dhe dhe ti më thotë mu, hajde rrje 2-3 javë, kur të vishë tu, dhe gjesh ti, qa po thuaj dhe shumë, jenë Terezia jo e dhe shumë. Më mbylli telefoni, më bëri bloke dhe s'kam qa flasë për. Dhe nga ajo ditë s'ke folur më me babain tënd? Që pari kam shkujt mesajet, tani që e kësha ndarë mene që do flisja me ty. Po. I kam shkujt mesajet, je i bindur për qa ke folë për mua, apo ato 5 lek që kam bërë tej me lache, me gurë, i shpenzoj krap tjetër, për të fituar drejtën time. Sepse unë kisha llogarit gjë tjetër, thash, apo 5 lek që kam bërë, të bëj biznes aty që du shemi bashkë. Filloj ca mesazhe, ca gjëra, ca intriga që po vetëm të kokës, e thash, jo ti e marrë me drogë,
Po I them pastër sepse mua më njeh e gjithë zonën muzikës. Vetëm për kameraman dhe DJ. Nuk më njeh njëri për tilla pislikje. Ti e marr me drog, e marr me kështu, e marr me ashtu. Kur u vrave të rrotonve bubullimës, tha mu po benja 18 vite ky muhabet. Isha duke qit drog, që erdha të morë unë çova spitale, këto burallike. E shkruaj të ore, që ke këto muhabetare, çfarë po thua? Unë vërtet u vrava të rrotonve bubullimës. U vrava se ishe sezoni tasmave, pa gjumësia, njërën tjetër me motor dhe shqita, rashën, eva 4 brinë, kam qenë 2 muaj shtrirë. I dashur Adiol, me sa po kuptoj unë, marrëdhënia jote me babain ka qenë e krisur më herët se kjo shtëpi të shitej. X, e vërtet. Po unë ktheva, se unë ashtu jam, unë kthej gjithmonë. Gjithmonë kthej, se jam të mërgjerë. Por pse ky raport me babain në këtë lloj forme sa ai në një farë mënyre nuk do as të jetoj më me ty? Nuk e kam iden. Për atë zot larg nuk e kam iden. Fjala e Zotit do gjeron. Unë jam munduar me mishe me shpirt, I kam respektuar në maksimum, nuk I kam bërë asnjë lloj ide. Që në spital, është operuar nga koka, ka pasur tumor. Para 4 vite ca. Kam qenë unë që kam dhe Tirana dhe te koka, vetëm një karrike, si që një karrike ullës. I kam dhe te koka, një muaj, që I shërbeja, I beja, më nëzori ca pretekse, me henge lekët, më prishe lekët, njërën tjetër, unë haja byrek, bjesë drejt dark atje, hoteta, kemi qenë të spitali, qa quhet e spitali, se shmije me rmëva njërë. Onkologjiku? Nuk në Tiranë. Tek onkologjiku? Operacion nga koka, tumor, e ke parasysh, po për fat të ti të mirë, e kisha mashku. U operua dhe është mirë sot. Fal Zotit, por unë e kuptoj që ti je I irrituar dhe I mërzitur me babain tënd, por ai e bëri operacioni pasi shiti shtëpinë. Operacioni, ky që operacion tjetër, para se të bëve këtë prostatës, që e bëri vjetë. E qartë. Që tjetër operacion. E kreu këto. Dhe filloj po më akuzove që parë, se komunikova që parë me mesazhe, I thash, qa do bëjmë I thash? Do gjem gjuhën bashkë, apo të vazhdoj anën ligjore unë. Se më shite shpinë dhe me një besë. Filloj sa muhabete kokë në kokë, ato që po të regoj, por më merë vlaj nga Italia në telefon, se 2 vlezër jemi. Po, se ju jeni vetëm 2 vlezër, jeni vetëm 2 vlezër. Po, 2 vlezër jemi. Më thotë Burazeri, biles gjysore para se të më shkruaj e ti, më komunikon Burazeri. Edhe më thotë, lere këtë muhabet, se s'kam verë të diskutojnë të gjera, do të regulojnë të gjera, lere aty ja po, më thotë mu, se ti e ti si e shenda, dhe me mua ashtu ka berra, kur isha në Amerikë. Jo, zotja ti shpër ne, zotja për shpër ne, mi po e keqja është unë qita shpit. Këta I thash vajt, ora unë qita shpit është, ndryshe pune jote, ndryshe imi është. Ti nuk qita gjë, unë qita shpit është, për operacionin e ti është. Tani po më thotë ishin mjetë. Si e mjetë, dhe jemi 4 pjestarë. Nuk kam linur të tjetën, 1980. Plus I kam kontribuar, pra familje. Plus I shpiti kam qitur se më tha du të operohen, se jam duke vdekur. Nga prostata, po të thëmë troqë. Po, I dashur Adiol, por nëna juaj si ka reaguar në këtë situatë? Besoj ke folur me nënën? Nuk dihet fare. Nuk reagon. Nuk reagon fare? Unë mendoja që ajo mu për merë të telefon, që ose baba isha asaruar, e s'merë. Pra ti dhe marrëdhëniet me nënën nuk I ke mirë? Jo, I kam shumë mirë, nuk më ka komunikuar. S'kam asë lloj debati, asë lloj problemi, asë lloj gjë. Absolutisht. Fare. Unë dua të shpjegoj që shtëpia në të cilën jeton babai me nënën, ti ke pjesën tënde. Ajo shtëpi, Po, normale. Aty ke pjesën tënde, absolutisht si ti dhe vllai që jeton në Itali. Por shtëpia që ti ke pasur në kolojnë të Lushnjës, që është shitur, ka qenë emri e babait, është vështirë që ti ta fitosh ligjërisht I dashur Adiol, sepse nuk ke asnjë dokument që vërteton që ajo është shtëpia jote. E kuptoj dhe gjë, por gjithsesi, si nuk e vërtetoj dot atë, se ai ka bërë një deklaratë në polici para ja 12 vjetësh, 10 vjetësh, diçka e tillë. Kemi qenë bashkë po për këto probleme që kemi pasur, që gjithmonë kemi qenë si maçe me miu, të drejtësh. Dhe në polici ku kemi qenë aty për një debat familjar, Po? unë dhe babai e ka deklaruar atë, e ka bërë dhe deklarat biles. Që I kam në shtëpi, nga në hotel, njërë tjetër, ndërkohë që unë nuk I bëja asnjë gjë, thjesht duhet isha afër tyre tërkohë, se gjithmonë më kam mbajtur larg.
pse kjo distancë kaq e madhe, distancë e largët, kjo ftohtësi. Fëmijëria ime ka qenë me vërtet jo e mirë. Pse Adiol? Nuk i kam bjerë ngrotësi kur me prindri. Po i disë vërtet, këto që unë deklaroj mund t'ja havësh vetëm me tja. E di gjithë mizeke, gjithë shati im, që këto e në vërteta. Ndoshta ke Dhe qenë... të punoja, nëzirë e lek, kam qenë shumë i zgjuar, isha kameraman që 94, DJ pasaj Ubera kam 2000 e studje, kemi një studje të në shafë koloj, që është e njohë, në mizeke, që në po vite, unë me babaj kemi qenë, që kemi mbizotruar. Se vllai im që është Firenze sot ka qenë i vogël në po. Është më i vogël se ty, e kuptoj. I dashur Adiol, ndoshta për shkak të moshës, adoleshencës, ke qenë një i ri rebel dhe kjo ka bërë që të sjell konflikte mes teje dhe babait, sepse prindrit në fund të gjithçkaje, atë që kanë krijuar në jetën e tyre fëmijëve do t'ja trashëgojnë, se s'do e marrin me vete në botën tjetër. Unë i kam të kaq vllai që parë, se vllai im ka folë gjysore me mua. Nga thënë jepi 2 javë po, se jam mund që mbaj për jesitur të gjeva, dhe shvegja është e jona, i thash o geni, unë nuk dua si gjejdash, dua edhe shpinë që shita, shikoj jetën time, të tëra le t'i marrin me vete. As i gjë nuk duhet, sepse më hengin në besit, dhe këta nuk falë do, se jam njëri sentimentali, dhe unë jo po vaj fali, jam shumë njëri i ndjeshëm, Mirë, unë e kuptoj që i lënduar, por mos harro ai është babai jot. Është babai im, po, të bëjt të tilla intriga, babai im, dhe po tregoj mesazhe po dera, që më ka shkruar i parë, nuk i besoj dot as unë që i lexoj. I jo e jo që s'ke për t'i besuar kur. Ka shumë të ka lënduar? Jashtë masë, shumë fare. Nuk je në gjendje të gjesh një gjuhë të përbashkët me babain? Prandaj shkruaj që i parë, para se të komunikoja me ty. Për këtë arsye, i kam thënë atje, troç, kam folur me një emision investigativ nuk i thash as emër as i gjë as qysh tek, se e di që ai ka si që dhe mund të reagoj. Po presi përgjigje nga ju i thash, po e gjetëm gjuhën bashkë, po e tek të muhabet me kaq, po nuk e gjetëm gjuhën, jam i detyruar të ndjek gjëra nga ana ligjore. Se mua rrugëve nuk mund t'ini dot i thash. Adiol, se nuk u ka pjellë lopa i kam thënë, më falë për shprehjen. Por nëna, nuk e ke marrë në telefon, do shta nënat janë ato që... Nëna duhet marrë vetë telefon, kur i dëgjon do probleme. Që duhet ta marrë unë? Do shta nuk është në djeni. Kush ta ishte është djeni? Në shtëpi ishte, kur folë që parë. Edhe kur ka folë tjera, në shtëpi ka qenë. Tarkohën bashkë. Dhe nëna nuk ka reaguar në këtë situatë. Absolutisht jo. Adiol, ti kërkon që babait të t'japi lekë dhe ti të blesh shtëpinë, sa ai nuk mbajti premtimin që do shesi shtëpinë, por shtëpia ku jeton është dhe jotja dhe ti do shkosh të jetosh aty. Ai vllai timi që dhënë parë, që kush e ka ndaluar Adiolin, tu e ka hyrje. Qa hyrje kam aty? Kam një dhomë, më falë për shprehjen, pa banjo, pa kuzhinë, pa një vend ku të flehet, një dhomë tek, unë s'jam i burgosur. Shpinë që kisha i kisha të rregull, me banjo, me kuzhinë, me korridor, me aneks, me dhomë gjumi, me tëra. Ndoshta për këtë situatë mund t'jetë irrituar, mund t'jetë nxehur babai dhe mund të ulet. Nuk e di, mua vllai më ka thënë 2 fjalë, thënë drejtën, se këtë doja ta shkruaj mesazh, po më mirë ta them drejt për drejt, se kështu kuptoj edhe më mirë. Vllai kur komunikoi që parë tha Djorda, ti e di si është ai tha? Lari pa kohë, se ti e di që ai ja fut Saramançe më herë. Tashu ai ja fut Saramançe po. Shpirti dhe zemra ime e di se çfarë vuni tash. Se shita shpirti sakrifikova për ta tash. Historikisht nuk ishin emërtim, ishin mirë. Shpit, ishin mirë. E kuptoj. Shtëpitë kanë qenë të tuat, por certifikatën e pronësisë ishte në emrin e babait. Ndaj ai ka bërë shitjen shumë lehtë sepse ishte pronari. Kur i shiti shtëpitë më tha, do mlash në vdesa, më duhen lekë për operacione. Gjeni nuk ka mundësi më ka ndihmojnë. Shiti babai, dashu dhe më marr sim qaf. Shu i kam thënë. Shpejnisht. 10 ka qenë më bëll, o shkurt o marr. Shiti dhe më marr sim qaf, më ka çata më herësh. Dhe kam qarë ato. Më vjen keq, sinqerisht.
Por historikisht I dashur Adiol, kjo marrëdhënie ka qenë mes te dhe babait. Babai juaj gjithnjë kështu ka qenë I rrept, kështu ju ka trajtuar? Si ty dhe vllai? Shumë I rrept. Jam munduar gjithmonë me fjalë, edhe pse ka hyrë nak, aty duket sikur asnjëherë ka hyrë nak. Faktikisht ka hyrë shumë nak. Gjatë viteve me radhë. Po unë gjithmonë kam bërë si qorri veshur, se unë ashtu jam. Jam njëri I sinqert, njëri I drejtë. Kur e shikoj që I kthem, sa ka ajo shikyrë, se drejtja e mori nuk ka kuptim. Trim zëmbruar, se ne jemi. Të mirë të keq ne jemi, kjo është familja. Prindrit nuk na I ndron njëri. Familja është familje. E vërtet. Por e ke menduar I dashur Adiol se ndoshta gabimi mund të qëndrojë tek ty dhe babai ndoshta e tepron me kritikat edhe me fjalët që përdor dhe të lëndon. Por ndoshta tepron me kritikat, po unë nuk I kam bërë asnjë lloj gabimi. Absolutisht. Jam I bindur në Zot lart. Asnjë lloj gabimi nuk kam bërë me ty. Thjesht jam munduar me mishe me shpirt me sa kam pas mundësi. Dhe për të dëshmitare Zoti lart, s'kam çfarë flas. Çfarë moshe je ndarë me babain që nise më pas jetën tënde? Unë me ndarjen e kam marrë vesh mbasi qendare, pa e ditur unë. Oh, të kishte heq. Ka qenë rreth 2004, 2005, a 2006, një 4-5 vite mbasi isha martuar. Ndarjen e kam marrë vesh me vonesë. Të hoqi nga Të hoqi nga trungu familjar dhe nuk të njoftoi? Po, fare, nuk di asgjë absolutisht. Vete për të marrë certifikat familjare te komuna në fshat, nuk mbaj mend se për çfarë mbuhesh, nuk më kujtohet. Dhe aty e kuptova që isha ndarë. Isha vetëm unë, vajza dhe nusja. Por certifikatën time familjare. Kur I the babait që pse s'më njoftove, E mora telefon e trodi muhabeti, siç e drejt gjithmonë. Dhe ashtu s'ka thënë herë tash që jeni ndarë, jeni bërë. Pse nuk të thashën, të thaja, të radhe vaj, po ti pithaj edhe nuk më ndërtaj, e ana shkalon muhabetin, e ke parasysh se unë ka pas pirë pak në kohën kur fillon problemet familjare që unë hava, fillova po pjesë, që është vërteta. Aty frymëzohesha. Gjeje ngushëllim të alkooli, por ai është I dëmshëm I shkreti. Mirë po, kam qenë gjithmonë njeri me kam në tokë. Asja nuk harroja çfarë bëhe. Dhe thash po ti thash, këta e ke pretekse thash, që kisha pirë unë, kisha beri thash, s'maj me thash, unë ke thënë ti që po të ndaj, jo ai thash, se duhet kisha qenë prezent thash, unë ke ndari thash. To debate I kam bërë në telefon me ta, në të kohë, kur e mora vesh. I dashur Adiol. Nuk vajna të pakojë të shtëpia me, rrija të pallati, aty ku rrija. I dashur Adiol, në momentin që ti u martove, jetove me babain apo u ndatë direkt? Jo, që ditën e parë që jam martuar, kam kaluar poshtë të pallatit. Tek shtëpia juaj. Po. Sepse te shtëpia jote. Kështu ke, le të themi, një fakt në dorë që ti ke jetuar shumë gjatë në atë shtëpi për të vërtetuar që është dhe banesa jote. Unë në shtëpi, se unë që kalama, që 5-6 vjeç në shtëpi kam jetuar, në pallat, ku rrita. Kur I mori babai, java fermën, kush java, nuk e di. Unë kam qenë 5-6 vjeç në ato, kur kemi ardhur në shtëpi. E kuptoj. Unë nuk është të puta që aty, dhe pse babai bleu tokë tjetër, bëri studio, bëri shtëpi të reja, njërën tjetrën, kemi punuar bashkë faktikisht. Me dasma, me valutën, me çdo gjë. Unë dhe babai kemi qenë një, pavarësisht se më konsideron të tillë sot. Dhe më vjen keq, sepse e përdor shpeshherë të fjalinë që unë me babain kemi qenë një dhe sot jeni ndarë. Është vërtet. E di e gjithë myzekja. Po të vish pyetësh në çdo fshat myzekjes, na njohin gjithë. Po për më të emrin, Adiol, ose Agim Qose, të gjithë na njohin. Të gjithë na njohin. I dashur Adiol, ndoshta periudha që ti pate probleme në familjen tënde që fillove të ishe dhe përdoruesi I alkoolit, e ka mërzitur babain tënd shumë? Kjo gjë dhe sjellja e tij ka ndryshuar në raport me ty? Po, unë pse kam pirë në gotë, dhe me unë atyre nuk I kam bërë kur njërë. As janë botë. E kuptoj. Sa herë që kisha 5 lekë, isha ngjelle, isha mirë, se e kam atë tip bej kavalierin gjithmonë. Jo blija mish, jo me gjë, çoja ti hajt janë bashkë, ti pim bashkë. To gjëra bëra, as jam shumë. I dashur Adiol, ti ke qenë shumë I ri kur je martuar, se më the ke gocën 18 vjeç dhe je 44-45 vjeç tani. Do kisha gocën tjetër,
pastirën e vetë, se më kanë ardhur pasojë, njëra pas tjetrës me jetë. Do kisha gocën tjetër, do kisha 22, 23 vjeçë sot. Por pse çka ka Nuk kam ndodhur? tekur, të dinjes. Oh, Në Tiranë kam qenë, më rrethresha që në film. 5 ditë jetoj. pati probleme? Problemi që Tanzania, nusje. Këto janë fatkeqësirat e jetës, por Zoti të bekoj me një vajzë tjetër. E kam sot, ta kemi jetë. Dhe me jetë ta kesh. Avash. Sa vite martesë qëndruat bashk? Nga 98 jam krijuar. 2001 jam martuar. Deri nga 2013. Por pas keni qëndruar goxha gjatë bashk. 12 vite, sa i bie? Unë njohëm bashk, unë njohëm vetë, pa lajtësi pa asgjë. Se si kameraman që isha, punata ime, modra e nusës, martohesh në to. Ke qenë në dasmën e punatës. Dhe unë isha thjesht kameraman aty. Dhe u dashurove me motrën e nusës. E vërtet, aty unë njoha. Por gjithë kjo dashuri pse përfundoi në divorc? Kam dikur dhe e të mitë, ta them drejtën. Kam dikur, se i di gjera, dhe pse s'mbjen mirë që them. Pse ata nuk ishin dakord për nusën? Jo, dakord ishin fillim. Më mbas, kam dikur për ndarje. Ka debatet që kishin me mua në shajak marrje, kam bërë disa dallavere, se e kam thënë. Por kjo është e rëndë nëse familja ka ndikuar Kjo në... është e vërteta. Divorci erdhi për shkakun tënd, gabove ti që nusja iku? Shiko, unë kam pas pirë fakt, sa në vërtetën, po kam pas pirë në kohën kur fillova që të shikoja gjëra që nuk funksiononin. Dhe unë kam i tip që nuk i shprej gjëra, i bluje për brema. Dhe duke i blujtur për brema, filloj pirë. Pa i thënë askuj që ku e kam hallin. Dhe aty mua s'më kupton njeri me, thjesht shikoj që pirë dhe kaq, zjedh tej. Pra, përdorimi i alkoolit të bëri që të ndaheshe nga familja. Paka shumë. Po jo gjitha këto. Ishte ajo që kërkoi ndarjen të largohesh apo ishit ju? Nuk kërkoj ndarje, bides edhe mbasi jemi ndarë, që iku te shtëpia e vet, pas shortja ime. Takoha që më filloi një shkollë në Berat, te Universiteti UFO, asaj kohe. Dhe takoja gjithmonë, takoha që me njëri tjetri, se prapë dolim njëri tjetrin. Flisja do në Saramançe, do bëjmë divorc, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, nuk mund vazhdoj me kështu. Po ktheu shtëpi ose shikoj jetën. Më shkruan dhe djoli, se djoli më thoshte nusi, Rodena quhet. Nuk më ndaj letrat mua. E kupton? Zjati nga 2 vjet, 3 vjet, paka shumë, pas ndarjes ky muhabet, pastaj çdo gjë u thot. Unë që aty u demoralizova komplet si njeri, dhe të them të drejtën, nga 2-3 vite kam kaluar shumë vite të qire. Po që ato nga dasmat, nga punët, nga çdo gjë, shkurt muhabeti u ka ta disa kek si njeri. E përjetove ndarjen dhe është e dhimbshme të humbasësh familjen. Shumë kek. Se e doja me shpirt. Unë dhe sot vazhdoj e dua. Me shpirt dhe me zemër. Por ajo ka vazhduar jetën apo është vetëm me vajzën? Jo, është vetëm me vajzën dhe shpirt dhe vajzë. Dhe më mas. Nuk të ka dhënë një shans, ndoshta ti sot je përmirësuar? Kam komunikuar deri për vitëri, deri 10 orë. Isha në Europës, nishu në Europës. I nisja me i lek vajzës, e donë me i lek normale, jo për ditëlindje, se ditëlindje e ka 14 vjetor, jo për festat, të gjerat, kam komunikuar, kemi e 2-3 muaj tani, kemi prer fare marrëdhënie. S'ka si më. Por vajza sa vjeç ishte kur u ndat? Vajza ka qenë e vogël, 5 vjeçë, 5-6 vjeçë. Ti marrëdhëniet i ke pasur të rregullta me vajzën? Jam mundur pa një muaj me sa mundë. Se ai që ka kërkuar lek i kam nisur. Nëna nuk të ka penguar që të flasësh me vajzën, apo të takosh vajzën? Nuk e di, frymëzimin e shikoj, ka frymëzim të keq. Por pse thuaj këtë gjë? Ashtu i shikoj gjëra, se unë
Jam dhe unë dhe i diku që kam gjurësin time. Ju e keni takuar vajzën? Kur jeni në Shqipëri e takoni vajzën? I ka vënë edukim keq vajzës. Dhe pse është mësuese në mësja ime sot, i ka vënë një edukat keqe. Kur themi edukat të keqe çfarë? Ajo nuk ju respekton ju si baba dhe ndikon nëna. Nuk di në duhet ta them apo s'duhet ta them, se po tregoj një muhabet tani hapër. Adjol, më dëgjoj Odetën. Ndoshta e mora me mend. Edhe un kam një vajzë. Vajza juaj është 18. Vajza ju, faleminderit. Vajza juaj është 18 vjeç. Nuk gabon nëse do nisi një histori dashurie. Besoj për këtë e ke. Jo, Odeta. I kam nisur ca lek kocës kur isha rogos. Ka 200 euro i duheshin. Okej, dakord. Sa e që përkone 100 euro e nisja që e 50 ose 200, e ka pasur të tip. S'kam shifër caktuar, sepse mbi gjitha për mua ajo është. Edhe sot ju nuk flas, se kam 3 muaj, 4 muaj që nuk flas, pra për mua ajo është. Nuk ka e thot. Unë kshuja, unë nuk ndryshoj. Jam njeri që ti të falë, jam njeri që ti të duaj njerëz. Pavarësisht se nuk më kuptoj. Okej, nisa 200 euro. Pas jave, ka qenë kohë që fejuash e vllajin. Biles vllajin tim e kam fejuar unë me kocën e një shoku tim të ngushtë, operator kameraman ai që kemi punuar bashkë, Impleksa bashkë, sepse Akademia Arteve vllajin, Akademia Arteve dhe ajo, dhe ishte dëshira ime i këtij lidhja bashkë. Plus isha fotografe profesioniste dhe ajo siç është vllajim, sa inxhinior. Po tysh në adresë Eugenia Qose do habitesh. E shumë i njohur në Evropë. Të trashëgohen, se janë bashkë sot. Liva i Bera, dhe i them Marsjas, se ta nisë goca. Goca ime quhet Marsja. Dhe më ba, 200 euro t'i nisa para një jave të cajet. Tani, Xhaxhigeni fejohet për një muaj, do të nisa lekë, desh roba, njërën tjetër, të është një lekë atje. 100 euro për qaj tojësh, do ikin ekskursion nga mu. Po e ke përësysh që mua vetë një në basë. Unë nuk mërzita pak aty. Është po unë, lekat nuk bëj pres me kërqari, unë po punoj vlaq të edhesh. Gjithsesi edhe shumë, është shpesa e Xhaxhigenit dhe njërën tjetërën, janë shumë shpesime për mua, të mua edhesh. Do veshe Xhaxhigeni edhesh, sepse i kërkova unë, që vendet e Xhaxhigenin kemce, në vend tim. Unë vija do të s'kisha letrat, se jam pa letra. E kuptova. Tha, unë jam në ekskursion, tha, dite që fejohet Xhaxhigeni, tha, unë jam në ekskursion nga tjetër. Që kërkon 100 euro dhe shumë, për ekskursion dhe shumë, dhe nuk vendet do të Xhaxhigeni dhe shumë. Ik dhe shumë, mësme më telefonit. Tu mërzita, të drejtën. Por, gjithsesi, janë të rinj, nuk kuptojnë. Kanë ato dëshirat e tyre, po s'pa plotësove dëshirat, mërziten. Unë jam nën vetë dhe kam fëmijë vetë. Unë djalin e kam 16 vjeç për 17 vjeç, kurse gocën e kam 10 për 11 vjeç. Dhe i shikoj me mikat e tyre kur nuk i plotësoj dëshirën. Por mirë kuptoje vajzën, është drita e syve të tu. Vetëm atë ke. Odeta të migja, them si vllaz. Mua sikur zëmbrohet dhe sikur më mallkoj 1000 herë, më prapë ka vajza time dhe dua me shpirt, unë për te e thoj. Te e kam shkruar, e di, shumë mirë. Nuk bëhet që unë tek dorë me vajza ime, asnjëherë më. I uroj më mirë atë kësaj bote. Por ka disa gjëra që nuk të pëlqejnë si baba. Te vllajim, te xhaxha jot, te sebebi që unë jam gjendur, sa herë ke pas nevojë jam gjendur. Aty më preku shumë, edhe më ka shkruar diçka, po kam dyshimin që nuk e ka bërë ajo atë mesazh. Dhe prej atij mesazhi nuk e pasur më kontakte me vajzën. Nuk e komunikova me. Shkurt e qetë. Po nuk të ka marrë malli ta telefonosh? Sa duhesh. Unë e di. Por pse nuk e telefonon? Isha thënë. Fëmijët gabojnë. Por në fund të fundit janë fëmijët tanë, do t'i falim. Nuk bëva ki një fëmijë të shkruaj mesazh të tillë aq tepër që vajza ime në shkollën e këmishit, e doj çmimin e parë para 2 vjetësh për incitime. Si nxënësja më e dalluar të shkollës. Nuk ka shans që vajza ime ta shkruajë mesazh të tillë. Quaj me mbroj unë. Ti mendon se ish gruaja mund të kenë ndikuar? Po.
Se ka qenë një javë mbasi kisha nis 200 euro, kërkon 100 euro tjera si shtash për ekskursion. Edhe më tha, nuk vete do të fejesa i zërgji genit, se unë jam në ekskursion atë dita. Dhe do dhe 100 euro pas një jave që unë kisha nis 200 euro. Që aty u atërova keq. Dhe sa muaj u bë që nuk flet me vajzën? Gati 3 muaj. 3 muaj. Gjithsesi, unë të këshilloj që telefonoje. Jam i sigurt që ja ka nevojë për ty dhe pse nuk është rritur në praninë tënde. Ajo me mbuli gjë tjetër. Ne telefonoja, se telefonoj, nuk kam shok të mirë, nuk bëhet lavë. Se e që mund të kemë dhe njësim time, do të njësë nga 100 nga 200 euro, dhe të thamë mi kemë vatlaj dhe kaq. Mundë dhe mos a komunikoj. Se këshu ja mund. E po këtu gabon i dashur. Adiol, më beso këtu gabon. Nëse do mbash shmëri me babain, me vllain, deri diku dhe ta kuptoj, por me fëmijën tënd mos e bëj kurrë. Vetëm me fëmijën nuk mbahet mëri. Nëse fëmia gabon dhe ne... Mesazh i rrallë dhe që kam lexuar. Jam i prekur, për zotin. Jam shumë i prekur. Ndoshta i lënduar nga një mesazh, por janë fëmijë gabojnë. Dhe nëse nuk i falim ne prindrit, nëse ata do gabojnë nesër në jetën e tyre, kush do t'i fali? Deta, unë i kam falë prindrit e mi me mira herë për gabime që ka bërë me me, një e tërë, që në mosh vogël. Sa herë duhet i falë akoma, deri kur vete varë. Adiol, të gabosh thuhet është njerëzore, të falësh është hynore. E di shumë mirë. Dhe unë të këshill... Ja i fala, ja u rregullu momenti. Më mbas prap një të tjera, avazi mukës, që i themi ne nga Myzeqese, unë e di që dhe ti nga Myzeqese. Jam një qik më poshtë Myzeqese. Ndaksi, se më shbërë të keqë, punë e kreqizës. I dashur Adiol, unë e kuptoj që ke humbur kontakte dhe me vajzën, ke 3 muaj dhe me ish bashkëshorten, ke kohë që nuk flet. Jam mbledhur të gjitha. Nga i ka familja, nga i ka vajza. Dhe prandaj ndodhesh një situatë... Dhe ndodhesh një situatë goxha të rëndë dhe nuk di çfarë të mendosh dhe si të veprosh, por lërja kohës të qetësohen disa gjëra, mundohu të gjesh pak qetësi brenda vetes tënde, të arsyetosh pak ndryshe dhe ti mendosh pak gjëra të ndryshe. Unë të gjithë personave me cilën flas kur ka një problem të tillë, gjithnjë u them mendo pak ndryshe, shikoj gjërat pak ndryshe. Nëse ti i shikon ashtu bardhë dhe zi, nuk do ndryshosh asgjë. Mundohu të shikosh pak me ngjyra, jeta është e bukur. Njerëzit mund të gabojnë, mund të lëndojnë, kjo është jeta. Çfarë mendon ti Adiol? Se ne njerëzit e tjerë nuk lëndohemi nga probleme, ne s'kemi probleme, të gjithë kanë probleme. Por gjithë sekreti është të dim si ti menaxhojmë këto probleme dhe t'i zgjidhim. Do të them vetëm një gjë. Që unë kam qenë pothuajse vetëm gjithë jetën. Se mua me ndajën babai dhe pa letra, më ka bërë një mosh vogël që 15-16 vjeç. Rria te pallatit e ai ishitur. Nuk vite të interesoj si isha, si isha. Unë apo pëlqen, se isha ato liqen, normal, pëlqen me kjo shpinë time, rria vetëm me njërën tjetër. E qartë. E kupton çfarë po them. Por ndoshta kjo jeta që ke bërë që adoleshenti vetëm, kjo vetmia që të ka shoqëruar shumë vite, edhe sot që më vjen keq që je i vetëm, mund të kenë ndikuar në psikologjinë tënde, brenda zemrës tënde që je i lënduar dhe nuk e faj që mendon kështu. Por ti je i rritur, je 44 vjeç dhe vendos vetë për fatin tënd, për jetën tënde, apo edhe për marrëdhëniet që ke me njerëzit i vendos vetë. Por këshillën që t'i jap i dashur Adiol është që gocën telefonoje. Jam dakord me ty, ashtu funksionon. Ç'është vërtet, ashtu funksionon. Mendoj një moment që nëse nuk e fal ti që je babai, që je mashkulli i parë në jetën e saj që ajo do një person. Vajza sa herë mashkullin e parë që duan është babai i tyre, imazhi i tyre. Mendoj që e nesër do martohet, do ketë një mashkull në krah. Dhe kur se fal ti, mendoj ai tjetri. Jo, unë nuk e shikoj, nuk e se unë nuk e fal vajzën time. Nuk bëhet vallë. Unë për ta jetoj.
Unë dhe qoftë se do flas vetë një të, prapë do interesohem për të, nuk diskutohet fare. Por mos e mendo kështu, sepse jam e sigurt që shumë shpejt do ta telefonosh. I dashur Adiol, sepse gjithë qëllimi që ti fole me mua dhe ishe sot me mua ishte pjesa e babait. Po. Ajo që ty të ka prekur dhe në një farë mënyre të ka lënë në mes katë rrugëve se të ka shqitur shtëpinë. Nëse babain do ta Edhe për momentin, se unë tani jam Kallamata, jam Greqi, jam në shtëpi ku më hec, kam me qira, shtëpi time, punoj, jetoj dhe kaq. E qartë. Nëse babain do ta kishe përballë siç më ke mua sot, jo në telefon apo me mesazhe, çfarë do I thoshe? Çfarë do t'i thosha? I kam shkruar që para se të komunikoj me ty. Jo, nëse do ta kishe përballë dhe ta shikoje sy më sy, siç jemi ne të dy në këto momente. Se po kërkove të shisja shtëpinë, ku ti e di që unë nuk doja ta shisja. Edhe pse më gënjeve që më the dua, sepse dua të bëj operacion. Aty më preku, që pranova dhe I thash më qafë më paç, s'kam çfarë tham, shit me bëj çfarë duash I kam thënë. Kështu I kam thënë shprehimisht. Nuk doja ta shisja, ai e di shumë mirë. Edhe gjithë kolojën e di që unë nuk doja ta shisja. Por atë që ti kërkon mund t'ja thuash. Ti kërkon para që ai të bëj shtëpi. I shkruaj një par mesazhe, thash dëgjoj tash, kam fol me emision ashtu. Në qoftë se ti nuk më jep një okay tash, që të vjen gjuhën e përbashkët, sepse shtëpinë unë e kam fshitur ti e di arsye pse e shita tash. Se dohet të operohesh, apo prishe lekët tani ti thashun, s'ke as lek më as gjë thashun. Kalova lumin dhe fshakali dhe mua më la rrugëve tani thashun, u bën to mua bedesh. Ka fol me emision tash dhe po pres përgjigje nga ju tash. Nuk tua thashu, as ka studio 2 kaça as gjë thashu, dhe as ka shtëpi e madhe që ke lart. I merri gjitha me vete I kam shkruar. Mua më jep shtëpinë time që fshit e vjet që më nga besi tash. Që më morë lek për operacion, tani po thot që s'kam vënë aty tash. I dashur Adiol, nuk do bëj të pamundur që të flas me babain tuaj, ndoshta për të gjetur një rrugë ndërmjetësimi që gjërat mos të shkojnë deri në gjykatë. E kuptoj, e di se çfarë do bësh, respekte në kam zemër për Zotin. Edhe tani emisioni tëm më shikoj do. Qose po pensionet. Në YouTube, ke hyrë në YouTube dhe shkon live me Odetën. Ah, e pash. Të falenderoj. Adiol. Ska gjë. I dashur Adiol, numrin e telefonit e kemi, kështu që do mbetemi në kontakt, të uroj gjithë të mirat dhe qofshi babai I lumtur. Unë dua vetëm kaq. O babai të mbaj llafin për çfarë ka thënë kur unë shira shtëpinë, ose në të kundërt, të më lërë atë zgreqjen e vjetër që kisha dhe jam okay. Shikoj edhe time, edhe jam shumë. E qartë, mesazhi është I qartë nga ana juaj. Jo pse I shita dihet, nuk duhet I shisja, do të operohesh. Dhe këta I e di shumë mirë. Unë tasi shumë gjëra tjera. Mirë, Adiol, do mbeti më ka prekur kur më ka thënë që do të vdesun pa mua. Se unë I thash bash, nuk I shes atë shtëpi. Unë erdha në emigrim që ti rregulloj atë shtëpi dhe të shikoj edhe time, hapi biznes aty edhe. Me ato 5 lekë që do bëj këtej, do shihemi bashkë edhe, se keni zvjen na dihet se keni ka bler shtëpi Firenze. Ka hapur studio fotografike, shikoni edhe në vetëm. Adiol, do mbetemi bashkë në kontakt. Kështu që në momentin që do kem një kontakt me babain tuaj, do t'ju telefonoj dhe do flasim dhe të uroj gjithë të mira. Të përshëndes nga Tirana. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën. Mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakojmë nesër live ora 10 këtu në YouTube. Mirupafshim.